Dy prej çifteve më të përfolura në skenën e showbizit shqiptar, Louise Ailey dhe Chiara Tito, së shpejti vinë në ekran të madh si protagonistë të filmit Loja e fundit. Me këtë rast, para ditën e së martës, dyshja ndoqi një konferencë për media në Cineplex Kosova, ku shpalos në detaje rreth projektit që këtë herë i bën bashkë si aktor. Unë kam pas gjithmonë ëndër me bëj film. Më dukte e pa mujtën për shumë arsye. Para sepse nuk jam aktor profesionist, e dyta nuk jam as regjisor as skenarist. Idetë i kam, por i hadhin letër, si i thonë ana, letër keqe. Dhe duhet me i bë në mënyrë profesionale. Dhe e kam shpreh, duke e shpreh në portal, në intervista, i shkoj në vesh Klaudias. Klaudia një besoj e njihni shumë më mirë se unë, sepse ka bë shumë filma, nuk për i përmeni, jo për me i bërë reklama saj, po ashtu është i mohabet. Dhe nuk ka dëshirë që të Dhe nuk ka dëshirë, se në kohë që jam të folën atë ushtrinjat jenë kohë të më sheh. Po e falenderojmë shumë. Më tha jam shumë, kam një ide, që mund të bëjmë një projekt bashkë. Kam disa idena në kry, por mund t'i diskutojmë. Diskutu me disa, kryo edhe unë shumicën e rasteve më dukte sikur nuk më njëta hiç se s'mi merrte për bazë, po kjo ishte e bukura, sepse mbate mu me kërku ma shumë. Deri që jam dakord për këtë, për Loja e fundit. Luizi u shpreh mirënjohës për bashkëpunimin me skenaristën Claudio Brahimaj, duke treguar se tema e filmit lidhet me jetën e përditshme dhe me emocione të ndryshme. Unë jam shumë mirënjohës Claudia se ka fut me në këtë film dhe ka fut dashurinë, batuta pa fund, ka fut edhe dhimbjen, ka fut edhe emocionin, do ketë edhe lot, sepse edhe po të bëhet filmi veç me qesh fillim fund, bëhet i lodhshëm. Për mërzi s'kena nevojë se jena tanë të mërzitën, çdo ditë që na për gjumit, kena halle. Kështu që jena një ndërthurje e emocionit, të dashurisë, e lotëve, e gëzimit, të surprizë, edhe po më shumë e gjërave aktuale. Për eksperiencën e saj në film, foli dhe prezantuesja e famshme televizive Chiara Tito. U shpreh se puna me bashkëshorten e saj, Louise Ailey, ishte jashtëzakonisht e lehtë, dhe se përvoja e tij e ndihmoi ta portretizojë këtë rol filmik. Ishte shumë e lehtë, sepse ma bëri Luizi më të lehtë, duke qenë se Kisha rrugë tjetër. Patjetër, përveç kësaj, domethënë ti ke qenë në një film tjetër dhe normalisht eksperienca e tij më ndihmoi edhe mua njëkohësisht, duke më dhënë një dorë se si aktroj, se si të sillem edhe në raport me aktorët e tjerë. Para gazetarëve të pranishëm në konferencë, Luizi foli për publikun shqiptar, duke bërë krahasje mes shikuesve në Kosovë dhe atyre në Shqipëri. Ndryshimi e kam thënë i Kosovës me Shqipërinë është Kosova e shpreh më shumë, e shpreh domethënë direkt, se jo se s'dojnë Shqipëri, pa janë pak më atë stepun, se vjen pak zërë me shku. Këtu të hellet në qafa, kupton? Dhe nuk e ka problem. Nëse don të vjen, o du, o mi fol nantë, mi fol motrës, ma çoj video djalit, vajzë, qiks, e kështu. Dhe ka e shprehin, por e shoh si mu më jep pozitivitet shumë gjatë. Loja e fundit, me regji të realizuar nga Bjordi Mezini, shtjellon historinë e kryepersonazhit Luizit, një këngëtar i harruar, i cili papritmas bëhet i famshëm brenda natës dhe gjithë Shqipëria çmendet pas tij. Për të mbrojtur famën dhe për të fituar zemrën e Kiarës, vajzës që ai duhet të mbajë gjallë një gënjeshtër që i tërheqë të dy në një zinxhir situatash qesharake dhe kaotike. Kasta aktorëve përbëhet nga Heidi Baci, Kamela Brahimaj, Loredana Brati, Zhani Ciko, Besnik Qinari dhe të tjerë. Filmi shqiptar i zhanrit komedi dhe romans nis rrugëtimin në rrjetin e kinemave Cineplex nga 14 shkurti, dita e të dashuruarve.